pse je kaq mbështetës i madh i tij? Po, Allah, unë e dushëm. Për politik baba është, s'ka tjetër. Se ma të mirë se babushin s'ka. Kurti 3 po vjen. Adhuruesi Albin Kurtit babës, diçka e madhe, madhështore. Nuk e shumë parë nuk qatë. Që sa vite e ke bërë? E kam bërë mas zgjedhjeve 14 shkurtit, 2021. Po. Edhe në këtë pjesën tjetër të krajt është në Edhe? nana e Kosovës në Vjosa Asmani presidenti. Që. Po. Kjo është baba këne është nana. Që pra. Edhe këta në vitin 2021. A, Po. ke taku Vjosa Osmani m'ja tregu ose Albin E kemi Kurti? taku, Albinin e kam taku ma shpesh e presidentën ma rrallë. Fillimisht apo prezantohesh për publikun, edhe pse na shtat njohin shumica, po Po, një fitim Krasniqi, një kejtë Kosova. E do me thonë që erdha mja bu një omash këtyne. Që kjo është e opozitës, a? Ajo është e analistët. apo na tregon pse e ke bërë? Se do me thonë që mos munohen këto, ne du mi vorros këta këtu. Edhe s'ka tjetër. E pse bashkë te ura e re i Ibrit? Po qëta është ura i Ibrit që Kosova bashkuhe me veri. Edhe nuk ka Mitrovic veriut, ma vesh një Mitrovice, s'ka nevoj me thonë për gjatë tjetër. Apo na tregon që sa e voton Albin Kurtin edhe pse je kaq mbështetës i madh i tij? Po, Allah, unë e dushëm. Për politik baba është, s'ka tjetër. Qa me nën diçka që ka bo për Kosovën kështë big? Që po do ma mirë, që t'ja pomjën të djallë që ka bue. Që t'ja pomjën atë të regon që ka bue. Me fakte. E pse i thu Albin baba? Për politika baba, se sa baba jam, ama për politika baba. Sa kushtoni që si kiri me bo Po, edhe... s'ka rëndësi, sa kushtan unë e për Albin babën e bëj kejtë sot. Pse i thu baba dhe njëherë? Po pse e mërë i thonë, po për politika baba, po që keni? Që nuk vret kur kënë se vramë, se të të nëse babë kur kënë se ka. Kur je taku me ta, qka keni bisedu ose qka t'ka thonë diçka që... S'ka, me Albinit së në bisedoj në kështë gata, mo ka shumë respekt, mu edhe në kam respekt ta. Shtë. Edhe e losë shtetin e Kosovë që kësa jure t'ja ljanë emnin të herojit tonë Afrim Bunjako, që ajo konë ma e mira, për mu një dëshire kam që një lanë emnin Afrim Bunjako. Përshëndetje, jam mundesh më prezentu për publik. Unë jam sheqeri Ramadanin nga Ferizaj, për ndryshe mërgjimtar, adhuruesi Albin Kurtit babës. Sa dë morën me vendim me iniciativën e Fitim Krasniqit adetar, për me prun një dikurora me ngushlu opozitën edhe analistat, me thonë se ëndra juve nuk u realizu, vazhdoj me Albin babën dhe falenderoj Fitim Krasniqin shumë për këtë iniciativë, se nuk u ndalë ditë natë në mbështetje të Albin Kurtit babës. A ke ardhe ekstra prej jashtit për me bu këtë cena? Unë jetoj kohën e fundit ma shumë Kosovë, po dhe unë jam mbështetës i Albinit dhe vazhdoj t'jemi. Sa e voton Albin Kurti? Po Albinin unë e kam përcjell prej viteve 90-ta. Po me votu, kena votu tashti që 2 mandatet. Po. Pe 6 tetor dimi na mbajt mandatin e parë, që ishte 50 ditë, na mandatin më 14 shkurtit. A, menoni që ka më bu tash qeveria Kurti 3 jo? Unë besoj fuqishëm se po këthim brapa nuk ka. Qa po shkru në të? Unë kur? Nuk mbjetoj dhe atë fuqishëm. Sa t'ka kushtu me bu këtë tatuazh? Po nuk e di, nuk... Bërësi e po të. Shka me thonën, me pare nuk ja vlen me folën, është në diçka e madhe, madhështore. Nuk e shumë a pare nuk qatë. Që sa vite e ke bo? E kam bo mas zgjedhjeve 14 shkurtit, 2021. Po. Edhe në këtë pjesën tjetër të krajt është në Edhe? nana e Kosovës në Vjosa Asmani presidenti. Që. Po. Kjo është baba këne është nana. Që pra. Edhe këta në vitin 2021. A, Po. ke taku Vjosa Osmani m'ja tregu ose Albin E kemi Kurti? taku, Albinin e kam taku ma shpesh e presidentën ma rrallë. A, e ka po që e ke bu këtë tatuazh? Po besoj se ka po.
Besoj po. Çka ke bisedu me Albin Kurtin ose çka të ka thonë për këtë çast? Me Albinin dy ki ka marrë kohë se koha ati është në vlerë shumë e madhe. E kena përshëndet shkort, e kam përgëzu për punë, i ku më shëndet edhe vazhdojmë tutje, o një 2 mandate. Veç du mi u kaldu se kësa jere kam qefune për veti me shku në zgjidhje. Pika por AK-ja bje kejt, nisma bje kejt, edhe këta tjetë s'ko. A menon që Albin Kurti ka me fitu vetë zgjedhjet? Pa normal. A keni me boju na i sajnë për me jam lidh votat? Ti e den. S'kam qa të regoj eq. Ditë natë s'kena më nëmë. A kemi ftu na i kam prej mërgimit me ardhë me votu Albinin? Po gjithë mërgjimtarët kam qenë në Gjermani, në vizita para zgjedhjeve tash të nënë shkurtit. Kena shku edhe ati, kena ndihmu disa mërgjimtarëve. Edhe besoj se tash kanë më konë prezent këtu, zgjedhjet e ardhshme. Cili është mesazhi i fundit? Mesazhi im i fundit është qytetarët, popullata jonë, ta voton kryeministin Albin Kurti, që dalë mbi 50%, që mos kemi nevojë më për koalicione, sidomos e dim edhe shpejt edhe se ka një emocione të fol. Albini ka arrit që listën sërbska ja ka ftin frikë opozitës që sa të në nuk mund me bo koalicione me listën sërbska. Edhe pse nuk kemi kundra asnjë nacionalitet ose fej ose diçka, po besoj se Kosova është 94% shqiptar. Nuk mund me rrëllyt një rrëll tash top një pakicë minoritare sërbe me marrë vendime, me na kushzu. Po, edhe sot vendimin që ka marrë Albin Kurti, kam postu edhe në rrjetet sociale, pse quajnë Albin Baba. Albin Baba është një djalë i mirë, një nip i mirë, një vëlla i mirë, një djalë i mirë është për, një babë i mirë për fëmijë, një djalë i mirë është për prind, një nip i mirë për gjyshe, për gjysh, një kujdestar i mirë për punëtor, është gjithë shka dhe me thonë për vëllezërin e për motra tona. Edhe rënoft Albin Kurti, pas shëndet, qeveria bashkë me vetëvendosin me Partinë Goxha Alternativën dhe Fatën Pecit i urej suksese dhe Donikës, se personalisht edhe ato i një, i mbështes shumë. Është epoka jonë, deshtëm zdeshtëm. Kërë që fëtën të opozitën. Kini ku halo, zëvëti javë dho shnetën. Qërone me ju vorro, qa mu së mundët në? Veç ju urej shëndet, hap një sytë, tonë për vëtëni, se mas vijë se i babushin sa. Kurti 3 po vjen, si jam me të natë mira, se dhe 8 vjetë i ka për qtina. La ilaha illallah, Rahmet Rasulullah. Gjithënë, inshallah për xhenet, mos të mërzet gosh ligjme, mos të mërzet një El Fatiha ajo që thënë, hajde kaloni mirë. Mitrovica mo nuk do t'jetë me ardhën e kryetarit Fatën Peci i Jugë dhe Veri, po do t'jetë një Mitrovicë së shpejti. Kam shtetmi Fatën Pecin se s'ka ministri ka tregu vetit, por edhe si kryetar ka me bo shumë gjërat mëdha për qytetar Mitrovicës e për gjithë Kosovën.